Sepse varësia nuk është vetëm një shiring, apo një vizë, apo vetëm cigaret, apo gota e alkoolit. Varësia na prek të gjithëve. Është për ty që gjithkohon me celular në dorë, është për ty që flet për çdo gjë me ChatGPT-n, është për një familjarin ton që nuk heq dorë nga cigarja, është për ty që je i lodhur në darkë dhe lodhjen e kalon me një gotë verë apo me një gotë birrë. Është për ty që dikur ke qenë vetëm dhe ke mësuar që vetmin tënde ta shërosh me një substancë që të ka robëruar. Pra ky emision është për varësinë, për të gjithë ju, për të gjithë ne. Sigurisht që është një emision që fokusi do jetë drejt të kuptuarit e arsyeve pse ndodh. Shpeshherë ne themi po pse e bën atë, po pse merr drogë, po pse drogohet, po pse nuk e lë cigaren. Në fakt pyetja më e vërtet do ishte çfarë po përpiqesh të fshehësh pas asaj që merr. Sepse substancat, varësitë, qofshin këto ndaj lojrave, alkoolit, drograve, pornografisë, seksit, punës, shopping, blerjeve, pazareve, flasin që thellë brenda nesh ka një plagë shumë më të madhe, të cilën përpiqemi ta fashojmë dhe varësitë janë thjesht një përpjekje për të fashuar një dhimbje që është shumë e thellë. Dhe sigurisht që kjo fashë është e infektuar. Dhe jo vetëm që nuk shërojnë plagët më të vjetra, por bëjnë plagë të reja. Shpeshherë, jo vetëm në klinik, por edhe në jetën e përditshme, njerëzit më kanë pyetur që pse djali im, pse vajza ime? Ndërkohë që shumë të tjerë provuan hashashin që në moshën 14 apo 15 vjeç. Pse pikërisht fëmia im ngeci? E vërteta është që substancat krijojnë varësi. Duke ndikuar në plasticitetin e trurit. Dhe disa njerëz e kanë më të brisht. Janë më të ndjeshëm gjenetikisht, sepse po dhe gjenetika ka rolin e vet, dhe sipas studimeve 40 deri në 60% është varësi. Është e trashëguar. Kjo varësi është e trashëguar. Si që janë të trashëguar ngjyra e flokëve apo ngjyra e syve, edhe varësia është e trashëguar. Ngjarjet jetësore, traumat kanë ndikimin e tyre. Shoqëria ka ndikimin e tyre, do ndalemi pak më vonë, por për shembull në kulturën ballkanike, varësia nga alkooli është një gjë që gati është pjesë e rritjes së fëmijëve, sepse shumë herët u japim nëpër festa familjare ose jo, u japim që të provojnë alkoolin edhe cigaren ndonjëherë, sepse është pjesë e kulturës, pa e ditur që më vonë po kontribuojmë që ky njeri të krijojë një varësi nga alkooli. Gjithsesi, për të shpjeguar pak biologjinë e varësisë. Në tru ne kemi një sistem shpërblimi që përfaqësohet nga dopamina. Dhe dopamina sjell ndjesinë e kënaqësisë, na bën të kuptojmë kënaqësinë dhe të përsërisim sjellje që na kujtojnë këtë kënaqësi. E ke parasysh kur ke qenë një herë në një festë apo në plazh me një grup njerëz caktuar dhe jeni kënaqur shumë, ka qenë një nga kujtimet më të bukura që ke pasur dhe e ke vënë re që ke dashur ta përsërisësh, ke vajtur javën që vjen apo muajin që vjen apo vitin që vjen me të njëjtin grup shoqëror në të njëjtin vend për të prodhuar të njëjtën kënaqësi. Dhe jo rrallëherë ke zbuluar që nuk është e njëjta kënaqësi, sepse situatat janë të ndryshme, njerëzit janë të ndryshëm. Ndonjëherë kënaqësia për disa mund të jetë më e madhe, për disa mund të jetë më e vogël. Pra kjo është ajo që njerëzit e varur përpiqen të arrijnë, kënaqësinë që kanë provuar herën e parë. Dhe në përpjekje për të arritur kënaqësinë që kanë provuar herën e parë, ripërsërisin sjelljen pa e ditur që ajo sjellje në fakt nuk të çon në kënaqësinë e herës parë, po të çon drejt varësisë. Unë mora shembull thjesht
një situatë sociale ku je kënaqur dhe tenton ta rigjesh sërish, pavarësisht se nuk e arrin, por ka raste të tjera që nuk bëhet fjalë për situata sociale, bëhet fjalë për drogra, bëhet fjalë për alkool, bëhet fjalë për hashash, bëhet fjalë për lojra, gambling, bëhet fjalë për pazare. Njerëzit që janë të varur janë në kërkim të një kënaqësie që dikur e kanë arritur, që mund të jetë hera e parë zakonisht. Dhe pastaj nuk e arrin më. Dhe në përpjekje për të arritur atë kënaqësinë e herës parë, ajo që ata bëjnë është që përsërisin sjellje dhe nga që kënaqësia e herës parë nuk arrihet, e shtojnë dozën në mënyrë të tillë që të shkojnë ke ajo kënaqësi. Dhe sa më shumë e shtojnë dozën, aq më shumë plagosen. Sepse varësia, siç ti e di, nuk prek vetëm individin, prek familjen, prek financat, prek përgjegjësitë e ditës, prek të ardhmen, prek raportin me veten, të bën njëri të pabesueshëm, të bën njëri që ndihesh i humbur, si përballë pasqyrës, ashtu edhe përballë botës. Kështu që në kërkim të kënaqësisë së parë, sjelljet bëhen gati normalitet, shumë të fuqishme. Për shembull, nëse të pyes tani pse e pe celularin, duke sigur sa herë që shohim celularin presim një mesazh që s'vjen. Dhe në fakt as ti nuk e di vetë se nga e pret atë mesazh. Pse ndeza cigare? Se shumë nga duhanpirësit nuk kanë një mendim kur ndezin një cigare. Shumë nga duhanpirësit thjesht e ndezin. E ndezin sepse ju është bërë zakon, është thjesht një gjë që përsëritet. Pse kërkon në internet të blesh drogra që i gjen vetëm online, kur ti do doje që ta ndaloje, të mos ta merrje më. Dhe këtu futemi në një spirale që është ti bën një sjellje për cilën nuk ndihesh mirë, as vetë nuk e kupton pse e bën, dhe pasi e bën, përfshihesh në një ndjenjë faji shumë të lartë, në një ndjenjë turpi shumë të lartë. Dhe pastaj për të mbytur ndjenjën e fajit dhe të turpit, ti bën të njëjtën sjellje, të cilën ti e di që të lëndon. Ti ose familjari yt. Shpeshherë njerëzit vuajnë jo vetëm varësitë e tyre personale, të cilat janë në terma social më të pranueshëm, siç mund të jetë alkooli apo cigaria, apo puna. Varësia nga puna është një tjetër varësi e cila trajtohet më butësisht sepse nuk i bën keq njeriu, ndërsa varësitë nga drograt janë më në fokus sepse prekin individin dhe familjen, por gjithsesi varësi mbeten. Pra varësia është një përpjekje për të qetësuar plagën, për të shpëtuar, dhe përfundimi është që kthehet në një lak që të merr frymën, me gjithë përpjekjen që bën për të dalë, të merr frymën. Dhe kthehet në një nevojë që ti nuk shpëton dot. Çfarë ndodh në kur njerëzit nuk tentojnë ta ndalojnë, të mos ta marrin më drogën, të ndalojnë cigaret, të ndalojnë alkoolin, mungesa që përjetohet, abstinenca i thon anglisht, që përjetohet nga lënia e substancave, por jo vetëm e substancave, sepse ka ca varësi siç është bixhozi ose shopping, blerjet ose ushqimi, që jo direkt kanë lidhje me kanë simptoma fizike, por ka ca varësi që kanë vuajtje të vërteta fizike. Kjo edhe sepse neuroplasticiteti i trurit është afektuar nga varësia dhe nga sjelljet e përsëritura që njeriu bën. Sepse truri është një organ që gjithsesi ndikohet nga çdo gjë që ne bëjmë apo fusim në organizëm. Kështu që kur njeriu vendos të ndalojë diçka, trupi reagon. Reagon me nervozizëm, reagon me ankth, me depresion. Gjendjet e të ndjerit bosh janë shumë të forta. Vetmia rritet shumë. Dhe ndonjëherë rikthimi
nuk është për të rikthyer tek substanca në vetvete apo tek vesi në vetvete, sesa është një nevojë për të qetësuar. Dhe mbaj mend që një djalë më ka thënë që unë rikthehem jo se e dua, po nuk dua të vdes, se më duket sikur kur nuk e marr, vdes gradualisht. Ajo që unë dua që ta them dhe do e them disa herësh që varësia nuk është dobësi, nuk është çështje karakteri. Është çështje dopamine, është çështje genetike, është çështje shumë më komplekse se sa thjesht varësi. Rikthehemi tek emisioni i sotëm që po flasim për varësinë. Varësitë e ndryshme që njerëzit krijojnë. Shenjat më të dukshme që ti, unë jemi të varur janë të menduarit e vazhdueshëm për atë që jemi të varur, cigaren, alkoolin, drograt. Humbja e kontrollit, që pavarësisht se mund vendosim që do ndalojmë, nuk arrim dot. Dëmtimi i marrëdhënieve, sepse ka njerëz që nuk mundën të jetojnë me njerëz që kanë një lloj varësie, cila do qoftë ajo. Dhe fakti që pavarësisht se ti e di që ajo të dëmton, ti nuk heq dorë. Këto janë 4 shenjat që ti tani që po e dëgjon ndoshta e kupton që bëhet fjalë për varësi. Teksa po bëhesha gati për këtë emision, ajo që më bëri përshtypje në leximet e mia ishin artikuj që po flisnin për një varësi të re, që është varësia nga ChatGPT-ja. Edhe në ato artikuj thuaj që njerëzit që janë të varur nga ChatGPT-ja janë sepse kur e pyesin ChatGPT-n për çfarë do lloj pyetje, sidomos për çështje personale, kanë menjëhershmërinë e përgjigjes. Ndërkohë që kur i shkruan një shoqe apo partnerit apo një familjari, ti nuk e di nëse do të përgjigjet në mënyrë të menjëhershme. Kjo do të thotë që ka një nevojë shumë të madhe për njerëzit që të flasin dhe ta duan në mënyrë gati impulsive përgjigjen apo mbështetjen apo qetësinë që ju vjen nga njerëz të dashur. Tjetra ishte mungesa e gjykimit. Do të thotë që njerëzit vuajnë kur flasin me të tjerët se ata mund të gjykojnë. Dhe kjo frikë bën shpeshherë që njerëzit ta censurojnë veten, të mos flasin hapur, të mos janë shumë të drejtë për drejtë në atë që thonë. Dhe ChatGPT-ja këtu merr një vlerë të jashtëzakonshme. Dhe një gjë tjetër është që ChatGPT-ja, duke qenë se fillon dhe e njeh njeriu që i shkruan, ndonjëherë fillon dhe jep përgjigjet që njeriu ka nevojë të dëgjojë. Dhe këtu në një terapi në çift që kisha, të dy partnerët për të njëjtën situatë i shkruan ChatGPT-s nga celularët e tyre. Pra bën copy-paste të njëjtën situatë dhe bën të njëjtat pyetje. Dhe ChatGPT-ja dha dy përgjigje të ndryshme. Ka dhe një kategori tjetër njerëzish që e përdorin ChatGPT-n kryesisht për punë dhe është për të shkruar emaile, për të mbledhur informacione, për të gjetur literaturë, për të bërë detyra kursi, për të bërë tema diplome. Këta njerëz kanë një lloj sigurie shumë të madhe në punën që bëjnë, sepse e besojnë që ChatGPT-ja është e pagabueshme, sigurisht që është shumë e saktë të mbaron shumë punë në shumë situata, por e vërteta është që nuk është e pagabueshme. Dhe ajo që u vure nga studimet që unë lexova, njerëzit që kanë varësi nga ChatGPT-ja, ju dëmtohet diçka që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Mendimi kritik. Njerëzit që punojnë me ChatGPT nuk e vënë në dyshim ChatGPT, ndërkohë që njerëzit që pyesin njerëzit për informacione të caktuara, gjithsesi e vënë në dyshim. Dhe kjo nuk është për të vënë në dyshim tjetrin, sesa është edhe për të reflektuar, për ta kuptuar, për të qenë kurioz. Por jo, ChatGPT-ja nuk ta dëmton këtë gjë. Njerëzit që punojnë me ChatGPT-n bëhen shumë më pak kritik, në sensin mendim kritik për informacionin që marrin. Dhe kjo çështja e ChatGPT-s do ngelet një temë që do diskutohet edhe në emisione të tjera, dhe jo vetëm kjo. Mendoj që për çdo varësi që ne përmendëm do e thellojmë pak më tej.
Por, dy gjëra që doja të përmbledhja është që për marrëdhëniet personale, ChatGPT-ja tenton të zëvendësoj njerëzit, por në fakt është e pamundur, nuk i zëvendëson ato dhe një nga pasojat afatgjata më të dëmshme është rritja e vetmisë. Sepse sado që informacioni mund ta ketë sakt, mungon ndjesia, ndjeshmëria njerëzore. Dhe për ata që punojnë, ndoshta duhet ta vënë pak në diskutim dhe të reflektojnë me veten, sepse mund të ndodhë që të humbasin disa shprehi që i kanë pasur shumë të forta dikur. Varësitë ndahen në disa kategori. ChatGPT është diçka tjetër. Ajo nga substancat, alkooli, nikotina, marijuana, kokaina, heroina, medikamentet dhe drograt e reja sintetike që vazhdojnë prodhohen dhe marrin emra të ndryshëm gjatë kohës. Varësi nga sjellje, siç është bixhozi, seksi, ushqimi, telefoni, rrjetet sociale dhe puna. Dhe varësit nga marrëdhëniet. Këto janë marrëdhënie toksike. Marrëdhënie që ti kthehesh tek një marrëdhënie pavarësisht se e di që nuk të bën mirë, ose tenton të ndërtosh marrëdhënie që janë të ngjashme me ato që ke pasur dikur, pavarësisht se rezultati atyre marrëdhënieve nuk ka qenë tamam ai që ke dashur. Por, të gjitha varësitë kanë simptoma sjellje të ndryshme. Alkooli zakonisht fillon vetëm për shoqëri dhe përfundon me një vështirësi për të kontrolluar, prek kujtesën, dëmton marrëdhëniet në punë. Nuk po flasim për dëmin në mëlçi, në shëndet, se këto janë personale, është trupi yt, ti e di se çfarë bën, po flasim për ato që prek të tjerë gjithashtu. Nikotina, duhani, përdoret si një ratisje e vogël për t'i shpëtuar një momenti që s'do të mendosh për diçka tjetër dhe do të kesh për kontaktin me veten, ose do të qetësosh një lloj ankthi apo depresionin atë moment që po ndodh. Por rrit shumë ankthin, ka një lloj ere të padurueshëm për disa njerëz. Marijuana shpesh shihet si e pandëmshme, por tek disa njerëz shkakton ankth, mungesë motivimi dhe ka një varësi të lartë psikologjike. Ndërsa kokaina dhe heroina dhe substancat e tjera GBH dhe të tjera si këto ekstazi krijojnë varësi të menjëhershme, shumë të fortë dhe ekstremisht të rrezikshme. Kemi dhe varësi nga ilaçet, sidomos nga qetësuesit, por jo nga ilaçet që t'i jep mjeku, sepse kemi thënë dhe në një emision tjetër, nëse dikush ka nevojë të mjekohet për një periudhë kohe për shkak të depresionit, për shkak të ankthit, për shkak të psikozave të ndryshme që mund të ketë. Me ndihmën e mjekëve, trajtimi me ilaçe nuk krijon varësi. Nëse ti këto ilaçe i merr dhe i pi sipas gjendjeve të tua, këtu rreziku i varësisë shtohet shumë. Varësia nga sjelljet, bixhozi fillon si një lojë thjesht për të shtyrë mbasditën, po përfundon me borxhe, gënjeshtra dhe shkatrim ekonomik. Seksi dhe pornografia. Shpeshherë njerëzit pyesin kur unë jam i varur nga seksi. Të bësh seks për ditë është varësi? Jo, kjo nuk është varësi. Të masturbosh disa herë në ditë është varësi? Çështja është sa herë në ditë. Sa herë duhet të shoh pornografi dhe të mos quhemi varur. Siç e përmenda dhe më sipër, varësia është atëherë kur sjellja të kontrollon ty. Pra kur ti çohesh në mëngjes edhe nuk funksionon nëse nuk sheh pornografi, ose nëse nuk masturbon, ose nuk bën seks. Dhe mbas pak kohë brenda paradites ke tentativën të shkosh prapë për të parë pornografi, për të masturbuar ose për të bërë seks. Ose seksi nuk ka një kuptim njeriu me cilin bën seks. Është thjesht seks sepse duhet bërë seks. Nuk ka rëndësi fare njeriu me cilin bën seks. Ushqimi është të ngrënë në mënyrë kompulsive, të përsëritur, shpesh si për të tërhetur stresin, si për të shkëputur nga e vërteta, por jo për të qetësuar veten. Nuk ka uri tek njerëzit që janë të varur nga ushqimi. Rrjetet sociale dhe telefoni, ndjesia që ke po humb diçka, në anglisht termi është, se e kuptoni pak më mirë, the fear of missing out,
kur si online të duket sikur po ndodh qameti, ndër fakt nuk ndodh asgjë, jeta vazhdon, thjesht njerëzit vazhdojnë postojnë për të marrë ca zemra dhe ca like. Puna, kur nuk di të pushosh, dhe kur jeta private nuk ka asnjë kuptim, kuptimi i gjithë ditës tënde është puna. Dhe varësisht nga marrëdhëniet që janë, siç thash, lidhje toksike. Cilat janë më që prekin gjithë mjedisin rreth e qark. Janë varësia nga substancat. Sepse për fat keq, kjo nuk afekton vetëm fizikun e individit, po afekton gjithë familjen. Më vonë do lexoj një letër nga një nën dhe historinë e një djali. Varësia nga substancat, heroin, kokain dhe gjithë drograt e tjera. Varësia nga lërat e fatit. Janë varësi që prekin shumë financat e familjes, mirëqenien e familjes. Nëse nikotina e prek mirëqenien e familjes, atëherë kur smuresh nga mushkrit, por për momentin është një buxhet që ti e përballon vetë. Këto varësi nga substancat, nga drograt edhe nga lërat e fatit shkatrojnë dhe ekonominë e familjes. Siç e thash edhe më parë, arsyet pse njerëzit krijojnë varësi, përveç gjenetike dhe biologjike, unë do doja të fokusohesha pak tek ato psikologjike. Çfarë shtyn një fëmijë? Kur them një fëmijë, ai është i rritur, po është fëmia brenda tij i parritur, emocionalisht i parritur, dhe mund të jenë njerëz që gjatë fëmijërisë tyre kanë qenë vetëm, për shumë kohë vetëm, fizikisht vetëm. Ndoshta edhe të trombur, ndoshta me këtë nevojën për të pasur dikë për të shkëmbyer një fjalë, me nevojën për të folur diçka, nuk ka rëndësi sa e thellë apo e rëndësishme është. Një arsye tjetër pse njerëzit shkojnë drejt varësive është për shkak të dhimbjeve dhe traumave të patrajtuara. Sepse ndonjëherë vetë njerëzit nuk u avën emrat plagëve të tyre. Ndonjëherë të tjerët u minimizojnë historitë, dhimbjet, lëndimet që kanë pasur dhe njeriu e ndjen si acid dhimbjen dhe traumën e vet. Mjedisi përreth e shes si egzagerim dhe një përpjekje për të shuar aciditetin e plagës vet është përmes varësive. Një moment tjetër është boshllëku. Njerëzit mund të ndihen shumë bosh, pavarësisht se janë të rrethuar me njerëz, pavarësisht se mund të kenë arritur shumë gjëra në jetë. Duket sikur ka qenë një përpjekje e vazhdueshme për të arritur, dhe në momenti që e arrin, humbet dhe kuptimi i asaj që ka arritur. Mund të jenë, për shembull, shumë shpesh kam takuar student mjekësie që mbasi kanë arritur të hyjnë në fakultetin e mjekësisë dhe lumturinë dhe krenarinë për të hyrë në këtë fakultet, në vitin e parë pse një depresion shumë të madh. Sepse ndoshta nuk ka qenë tamam zgjedhja që ata kanë dashur të bëjnë, ka qenë një zgjedhje më shumë e promovuar nga familja për shkak të rezultateve shumë të larta. Dhe e njëjta gjë pastaj vazhdon përgjatë jetës. Turpi dhe dështimi mund të jenë njerëz që përgjatë rritjes tyre kur kanë bërë arkitekturën e vetes, kanë menduar njerëz të suksesshëm, të cilët nuk përkojnë me mundësitë e njeriut në situatën ku rriten. Dhe mungesën e arritjeve sipas njerëzve me cilët janë krahasuar, e shikojnë dështim personal dhe të qenit i dështuar, të qenit jo i mirë, jo i Zoti sa duhet, janë gjithashtu acide për njeri, i cili e ka shumë të rëndësishme të ndihet i suksesshëm. Dhe turpi që vjen për shkak të dështimit, ndonjëherë mbulohet pikërisht me lëndë narkotike, ose me lojra fati, ose me varësi të tjera, ose me ushqim. Shumë shpesh kam takuar dhe vajza të cilat ushqimin e konsiderojnë si një sjellje për t'u vetë qetësuar, pavarësisht se nuk kanë uri.
pavarësisht se përballen në mënyrë të vazhdueshme me mamat ose mjedisin shumë kritik që duhet të jenë në kile të caktuara dhe duhet të kenë brinjët që duhet ju duken. Dhe kjo sjellje nuk vjen se duan të duken, pavarësisht se do donin të duken, vjen sepse kanë nevojë që të është e vetmja mënyrë ndoshta që ka gjetur për të pasur vëmendjen e nënës së saj. Pritshmëritë të tjerëve. Prindër që ndërtojnë pritshmëri për fëmijët e tyre dhe është krejt okay të ndërtosh pritshmëri për fëmijën, por këto pritshmëri duhet të jenë të bazuara në kapacitetin e fëmijës, se sa më shumë te i kalohet te kapaciteti i fëmijës, ndërton një burg për atë fëmijë që ai humbet aty. Dhe ky boshllëk, mungesa e kontaktit dhe pamundësisë për të arritur ëndrrën që të tjerët kanë ndërtuar, ky njeri zgjedh varësinë si një formë për të trajtuar veten. Pra varësia është tentativë për të kontrolluar ankthin, dhimbjet, kujtimet, traumat. Paradoksalisht, fillon si një tentativë për të vendosur kontroll dhe përfundon duke humbur kontrollin sërish. Një grua dikur më tha që alkooli, ndihesha sikur alkooli më donte më shumë se gjithkusht tjetër, dhe sa herë që pas pune ktheja gotën e parë të verës, më duhej kështu si një përqafim në gjithë trupin. Askush nuk më donte siç më ka dashur alkooli. Sigurisht është një romantizim i jashtëzakonshëm i alkoolit, por për disa njerëz është kështu. Unë tani do doja të kaloja në një letër që ka sjell një njeri i varur nga heroina. Unë nisa me hashash, si gjithë shokët. Ishte argëtim, si që thoshim ne. Pastaj kalova te heroina. Thash një herë nuk bën dëm. Më vonë, kur u bëj përditshme, as nuk e shihja si problem, se mund ta lija kur të doja. Naftuan në një parti ca dje më të rritur, kishte edhe goca. Aty provuam diçka tjetër, ishte fantastike. Bëra biseda lirshëm me goca më të rritura, jam kënaqur shumë atë natë. Doja prap të provoja kënaqësinë e asaj nate, se unë ndjeva i suksesshëm, i zgjuar. Më duke sikur të gjithë më kishin vënë re dhe doja shumë të përjetoja të njëjtën histori. Kështu fillova heroinën. Në fillim gënjeja veten, e kontrolloj, thosha, mund të heq dorë, e lë kur të dua. Më pas fillova të gënjej të tjerët. Nënën time e shtrydha deri në qindarkën e fundit. I vodha unazat, i vodha pensionin. E shoh sot në sy dhe më duket sikur nuk jam më biri i saj, por një hije që i ka shkatruar jetën. Babai nuk më flet, shumë shok më lan. 2 nga miqt me cilët e nisa nuk jetojnë më. Njëri vdiq nga mbi doza, tjetri u hodh nga balkoni kur ishte dru. Kam humbur punë, lidhje, dinjitet, kam fjetur në rrugë, në banjo lokalesh, në shtrat spitali me serum. Kam qenë gati duke vdekur, por më friksonte të vdisja vetëm. Që kjo frikë që më mbajti gjallë. Nuk është se nuk dua të jetoj ndryshe, dua. Çdo ditë të them, sot do heq dorë. Pastaj më ka pankthi, më ka boshllëku, dhe më duket sikur e vetmja gjë që më qetëson është ajo. Kam humbur shumë, por jam ende gjallë. Ndoshta kjo do të thotë diçka, ndoshta ende ka një shans. Kam frikë se një ditë nuk do kem më fuqi të luftoj dhe do më gjejnë si miqtë e mi. Por sot të paktën jam këtu duke folur, dhe kjo për mua është një fitore vogël. Po, kjo është një fitore vogël. Sepse çdo ditë që dikush që ka një varësi e kalon pa varësi, është një fitore vogël. Shpeshherë njerëzit që krijojnë varësi bëjnë një gabim në të menduar që shkojnë direkt ke dita e sigurt që nuk të përdorin asgjë. Dhe kjo bën të vështirë të arrish. Ditë pas dite janë ato hapat e vegjël të suksesit. Po, njerëzit që kanë varësi, sidomos nga drogat e forta, do të thotë që përtej asaj varësie fshihet një dhimbje shumë e madhe.
Dhe ndonjëherë kjo dhimbje i ka bërë dhe shumë më të fuqishëm për të mbijetuar. Unë e di që është e vështirë të jetosh me një varësi, që është e vështirë të kesh një familjar që ka një varësi, por di gjithashtu që ka shumë histori përpjekje njerëzore që ja kanë dalë. Por një njeri i varur mbetet gjithmonë i varur. Pavarësisht se sa kohë ka që nuk përdor substancën apo video lojrat e fatit që nuk ka luajtur prej kohësh. Kjo sepse në trurin tonë janë krijuar disa dosje në kujtesën emocionale që lidhen me këtë sjellje dhe sa më gjatë të vazhdoj varësia, aq më gjatë, aq më e plot, e trash bëhet dosja e këtyre kujtimeve emocionale, të cilat në rrethana të caktuara mjaftojnë të ngacmohen nga një ngjarje jetësore, ndonjëherë era një parfumi, ndonjëherë tingulli i një kënge apo titulli i një filmi mund të ngacmoj këtë dosje emocionale të cilën njeriu i varur e ka kopsitur, e ka vënë më njanë, ka tentuar të harroj, por siç e kemi thënë në emisione të tjera, harresa nuk ekziston. Në Instagramin tim kanë ardhur disa pyetje që lidhen me varësinë mbas reklamës që ju bën në Instagram. Dhe do doja dëgjonim disa prej tyre. A është varësia një arratisje nga dhimbja apo një mënyrë për ta duruar atë? Ndjehem bosh, ndaj kam nevojë për të, se më duket sikur më shpëton nga boshllëku? Nëse nuk do të ndihesha vetëm, a do të bëhesha i varur? A lidhet varësia me marrëdhëniet tona? Pse nuk e lë dot? A është vati vetëm faji im? Nuk e kuptoj pse e marr. Po nuk e mora më, a jam i shëruar? A është varësia një arratisje nga dhimbja apo një mënyrë për ta duruar atë? Të dyja bashkë në fakt, sepse varësia është, siç e thash, një lloj fashoje që njeriu vë mbi plag të së shkuarës. Dhe ajo qetëson pak për momentin, e mpin dhimbjen, por nuk e shëron. Thjesht në disa momente bën më të durueshme. Kjo është arsye pse disa njerëz thonë që se përdor për qef, po e përdor për ta harruar. Pra është formë mbijetese gjithashtu, është mënyra më e shpejtë që ti ke gjetur, truri yt ka gjetur për të mos u thyer nga dhimbja. Varësia shpesh mbulon boshllokun e marrëdhënieve që janë të rëndësishme. Një fëmijë që dikur nuk ka marrë atë që ka pasur nevojë, vëmendjen që ka pasur nevojë, dashurinë që ka pasur nevojë, rritet sikur është i pamjaftueshëm për familjen e tij, sikur është jo i bukur sa duhet, jo i zoti sa duhet për familjen e tij. Dhe ky ankth i brendshëm dhe ky turp i brendshëm e bën që në momentin e parë të një ekziti të menjëhershëm, të shkurtër, të shkojë të kërkojë diçka që e mpin. Boshllëku nuk është faji i njeriut, është një plag që vjen nga mungesa e dashurisë, nga varësia, që është një përpjekje për ta mbyllur atë. Ndërsa lidhur me pyetjen nëse nuk do isha ndier vetëm a do bëhesha i varur. Ndoshta, nuk e di. Mundet, sepse siç e thash edhe në fillim, varësia është edhe gjenetike. Por ajo që unë kam kuptuar është që marrëdhëniet njerëzore shërojnë. Kur ato janë të plota dhe në respekt me situatën dhe me vuajtjen e njeriut. Varësia lidhet me cilësinë e marrëdhënieve tona, sepse nëse marrëdhëniet nuk janë të forta, ne kërkojmë një lloj zëvendësuesi. Një cigare që të qetëson ankthin, një lojë që të bën të harrosh vetmin, një vis kokaine që të jep guxim për të folur në mjedise që nuk ke menduar që ke kurajo për të folur. Të gjitha këto tregojnë se marrëdhëniet tona nuk po e mbajnë peshën për cilën ne kemi nevojë. Pse nuk e lë dot?
sepse është më e shpejtë. Qetësia që vjen kur gjen një zgjidhje të menjëhershme është më e shpejtë, është më e lehtë, është më e drejtë për drejtë, ndërsa marrëdhëniet me njerëzit janë ose shihen më të komplikuara, shihen më të vështira, për të mos u harruar që njerëzit vinë edhe me histori braktisjeje nga familjarët e tyre. Nuk është faji vetëm i një njeriu nëse dikush është i varur, as i vetë individit, as vetëm i nënës, as vetëm i babait, as vetëm i familjes. Ka faktor shumë kompleks pse individi është i varur. Për shembull, industria e alkoolit, e lojrave, të fatit, e rrjeteve sociale është ndërtuar për të krijuar varësi. Varësia nuk është vetëm një problem personal, është një biznes global, mbi dobësitë njerëzore. Pse e merr? Sepse ndoshta në fillim ke nevojë të kontrollosh ti dhimbjen tënde, anktin tënd. Pastaj kupton që nuk ja del dot. Ndërsa pyetjes po nuk e mora, a je i shëruar? Të heqësh dorë nga substanca që merr ose nga sjelljet që bën. Të shpëtosh nga varësia është vetëm hapi i parë. Po shpeshherë varësia gjen një formë tjetër. Pra e rëndësishme është të kuptosh rrënjën e kësaj varësie dhe me shumë durim ta kurosh atë. Unë dua të lexoj një letër nga një nën. Ajo vinte çdo javë në terapi. Djali i saj kishte nisur heroinën që 16 vjeç dhe tani është 32. Ajo ka kaluar shumë net pa gjumë, rajone policie, trajtime, rehabilitime të dështuara. Shpresat që sa po ndizeshin ato edhe shuheshin. Një ditë ajo më tha: "Unë më mend shumë mirë herën e parë kur i mbire pranoi, kur erdhi në kuzhinë, duart i dridheshin dhe më tha: "O ma, jam keq." Dhe me shumë përpjekje atë natë i kam nxjerr të më thoshte që merrte heroinë me gjilpër. Në atë moment unë piva, unë nuk e dija çfarë ishte. Por mbaj mend që unë nuk doja ta mësoja në ato momente. Ajo që pasoi ishte një ferr. Të gjitha kursimet e familjes ikën, vjedhje, rrahje. Im shoq iku, tha se nuk e dilte dot më dhe se ishte faji im. Unë mbeta vetëm. Familja ime më thoshte ta lija se ai fëmijë nuk do ndryshonte. Por unë nuk e lija dot. Ai është djali im, pavarësisht se unë nuk e njoh më. Është i mbir. Vetëm mua më ka. Edhe kur më ka sharë dhe kur më ka mallkuar, kam qëndruar sepse kam shumë frikë që nëse do iki, një ditë do gjej të vdekur. Unë do doja të vazhdoni me disa pyetje nga familjarët, të cilat do doja të lexoshin një nga një. Ne duam shumë, pse nuk mjafton dashuria jon që të heq dorë? A ka mbetur diçka në këtë njeri nga djali im? A ka kufi dashuria, sa duhet të durojmë? Pse i kthehet sërish edhe pasi ka bërë trajtime? Ka vite i varur. A ka ende shpresë apo është thjesht çështje kohe derisa të gjejmë të vdekur? Ne e duam shumë për dashuria, nuk mjafton. Dashuria është shumë e rëndësishme, por nuk mjafton. Sepse për fat keq, gabimet më të mëdha ne i bëjmë nga dashuria. Sepse tim të duam siç dua unë të dua, dhe jo siç unë përpiqem të kuptoj siç do ti që unë të dua. Dhe shpeshherë këto janë gabimet më të mëdha. Dhe ka shumë prindër që përpiqen t'ia lehtësojnë jetën fëmijës duke ja lehtësuar gjërat, duke ja sjell gati. Dhe kjo nuk është ndihmuese. Personi që është i varur e do familjen, po aq sa familja atë. Por duket sikur ka humbur rrugën për ta shprehur këtë dashuri. Edhe sepse ndoshta nuk e ka di ndonjëherë cila është kjo gjuha e dashurisë. Dashuria është e rëndësishme në procesin e shërimit, por ajo duhet bashkëshoqërohet me vendime që merren bashkë.
shpeshherë familjarët marrin vendime në emër të fëmijës ose për shkak të zemërimit të momentit, lëndimit të momentit, kanë sjellje të paparashikueshme për njeriun e varur dhe janë pikërisht ato gjëra që e thyen marrëdhënien. Ndaj dashuria është e rëndësishme, por është e rëndësishme gjithashtu që ti qëndrosh asaj që ti mendon që ndihmon fëmijën tënd. Dhe nuk është ti përmbushësh gjithçka, nuk është ti shlyesh borxhet, nuk është ti japësh para duke shpresuar që do bëhet i përgjegjshëm. Është dhe duke vendosur kufi dhe limite shumë të qarta dhe të forta. A ka mbetur diçka nga djali im? Po, sigurisht. Shpeshherë prindrit e fëmijëve të varur, e njerëzve të varur, nuk e kuptojnë ku është fëmia që ka rritur dhe kush është ky i rrituri, që është i pandijshëm, që është agresiv, që mashtron. Fëmia yt vazhdon është ai që ti nje. Por në efektin e substancave ose në efektin e mungesës, ai shndrohet në një krijesë që ti nuk e nje dhe ke të drejtë që nuk e nje. Ajo është smundje. Ka një diferencë midis fëmijës tënd dhe sëmundjes së fëmijës tënd. Unë e di që shpeshherë për shkak të lodhjes dhe dhimbjes, këto dy gjëra ngatrohen dhe këtu fillojnë ndonjëherë problemet. A ka kufi dashuria? Sigurisht që ka kufi dashuria. Dashuria nuk shëron gjithmonë, siç e thash pak më sipër. Sidomos kur ajo bëhet lejuese për sjellje të caktuara, kur e ushqen varësinë e familjarit tuaj. Por nëse dashuri do të thotë ulesh ta dëgjosh, të përpiqesh ta kuptosh, ti ofrosh ndihmë me kushtet që e bën njeriu të pranoj limitet dhe të filloj procesin e shërimit, atëherë po. Pse kthehet prapë edhe pasi ka bërë trajtime? Sepse varësia është smundje kronike e trurit. Rikthim nuk ka të bëjë me, nuk është çështje karakteri, nuk është çështje dobësie, por pjesë e smundjes. Shumë njerëz rikthehen, ose termi që mund ta ndeshni shpesh dhe në literaturë është bëjnë relaps. Jo se janë të paaft, por sepse janë të smur. Dhe shërimi do shumë kohë. A ka shpresë? Shpresa ftesë fundit, sigurisht që ka. Unë kam njohur njerëz që kanë përdorur drogra të forta për 20-30 vite dhe pastaj kanë ndërtuar një jetë të re. Ja kanë dalë ta ndërtojnë një jetë të re, kanë dalë të njerëz suksesshëm. Çelësi është tek dikush që ta jep këtë mundësi, edhe kur individi vet nuk e ka këtë fuqi. Unë e thash edhe pak më sipër, njerëzit e varur mbeten gjithmonë të varur. Këtë nuk e them për të dekurajuar. Këtë e them për të parë gjërat siç janë, sepse pranimi i kësaj të vërtetë ndoshta na ndihmon që të mbrojmë veten nga varësitë e caktuara, të cilat mund të kemi shpëtuar për disa vite, por rreziku mbetet gjithmonë aty. Disa varësi nuk krijohen rastësisht, siç e thash dhe në fillim të emisionit, disa i krijon dhe vetë kultura, siç janë cigaret, që dikur kanë qenë shenjë burrërie ose për vajzat kanë qenë shenjë elegance në mënyrën se si mund ta pinin cigaren. Më pas ndodhi ky emancipimi i rremi grave dhe sot vazhdojnë të jenë një ritual kafenesh pavarësisht se të jetë i dëmshëm për shëndetin dhe për çdo që është rreth. Edhe marrëdhëniet toksike promovohen kulturalisht, sepse është e rëndësishme të rrish me dikë, më mirë të jesh me dikë se sa të jesh vetëm. Për shembull, në Shqipëri shpeshherë ndodh që të gjesh që gjykohen njerëzit që janë vetëm, pra të pamartuar, më shumë se sa vajzat apo gratë apo burrat që janë të martuar dhe janë në marrëdhënie toksike. Pra duket si një sukses më i madh të jetosh në marrëdhënie toksike se sa të jetosh në paqe me veten tënde. Një çështje tjetër që është kulturore është që varësia tek ne shihet si një çështje karakteri. E dëgjoj shumë shpesh të. Ndërkohë që nuk është çështje karakteri, është sëmundje, është çrregullim. Dhe i duhet dhënë emri dhe duhet trajtuar me
gjithë normalitetin që trajtohet diabeti apo çdo sëmundje tjetër. Dhe e fundit në lidhje me kulturën është në kulturën tonë nuk flasim për plagët, nuk flasim për dhimbjet. Sidomos për dhimbjet që na kanë formuar për atë që jemi. Ndonse më duhet të them Heidi që kohët e fundit kam vënë re që tek brizi yt termat si trauma emocionale mbi përdoren. Edhe kur ndoshta nuk u dihet kuptimi. Edhe kur unë kërkoj të kuptoj se cila është trauma emocionale, historia që thuhet, sigurisht që ka qenë e rëndë për individin, por nuk e di nëse ka lidhje me traumën. Për shembull, për të sjell një shembull, një vajzë që flet me babain dhe i thotë që një shoqja e klasës time pret, lëndon veten me prerje. Dhe ati që përpiqet të kuptoj që po pse po e bën ajo këtë gjën, dhe i bie i përgjigjet sepse ka traumat e veta o ba, siç edhe unë kam të mijat. Edhe ky përpiqet të gjente që ke traumat, çfarë traumash ke? Dhe ajo thotë, kur unë kam qenë e vogël dhe ti përpiqesh të më mësoje tabelën e shumëzimit. Dhe unë të pashty me nerva dhe u trëmba që ti ishe me nerva. Dhe bëra disa gabime. Po, i thot ky, dhe çfarë bëra unë? Dhe ajo thot, ti u çove, dole në balkon dhe pive një cigare. Kjo është trauma ime. Sigurisht që ky është një moment që fëmia është ndjerë jo i kuptuar, që ka qenë i trembur, që ka dashur që priti të merrte kohën e vet për t'u qetësuar, por mos ta lidhte daljen e nervozuar për të pirë cigare në balkon me dështimin e fakti që s'po mësonte dot tabelën e shumëzimit. Patjetër, ngjarja ka detaje dhe element që unë e kuptoj si terapiste, pse ajo e ka vuajtur. Por nuk mund të klasifikohet traumë. Kjo është për brezin tënd. Dhe unë shoh që po i afrohemi. Unë dua të bëj një mbyllje pavarësisht se për këtë temë kam shumë për të thënë, po siç e thash edhe më parë, ndoshta disa prej këtyre varësive do u rikthehen për t'i parë pak në mënyrë më detajuara. Ajo që dua të them është varësia nuk është dobësi, është çrregullim, ka nevojë për kohë, kujdes dhe ndihmë. Nuk kalon, se shumë njerëz thonë, do e lej avash avash. Nuk kalon. Nuk lihet avash avash. Lihet në mënyrë të menjëhershme. Çdo ditë pastër, pavarësinë, pasjelljen që ke, është një sukses shumë i madh. Dhe uroj të kesh gëzimin për ta shijuar këtë fitore dhe njerëzit e duhur që ta shijojnë me ty këtë fitore. Nga Paper FM, natën e mirë.